السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Çështja më e rëndësishme për cilën e ka urdhëruar Allahu i lartësuar është që ta adhurojmë atë të vetëm pa i dhënë shok. Ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an: "Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an." Adhurojeni Allahun dhe mos i vini shok atij asgjë. Po ashtu Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Zoti juaj ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd tjetër përveç tij dhe që të silleni mirë me prindërit. Pra urdhri më i rëndësishëm që ka dhënë Allahu i lartësuar në Kur'an është që ta besojmë atë të vetëm si Zotin e vetëm dhe ta adhurojmë të vetëm pa i dhënë atij shok. Ne jemi krijuar që ta adhurojmë Allahun të vetëm pa i dhënë shok. Ky është qëllimi i krijimit të njeriu. Allahu ka krijuar gjithësinë për ne njerëzit. Shka thënë në Kur'an: "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allahu ka krijuar për ju gjithçka që është në tokë. Pra gjithçka Allahu ka krijuar për ne: diellin, rrezet e diellit, rreshtet e shiut, tokën, burimet e ujit, pjesët e ushqimit. Gjithçka Allahu ka krijuar për njerëzit. Dërsa njerëzit janë krijuar që ta adhurojnë Allahun të vetëm, siç ka thënë Allahu në Kur'an: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë i krijova gjindët dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua të vetëm. Ky është qëllimi për cilin ne jemi krijuar. Nëse njeriu nuk adhuron Allahun, nëse njeriu tregon mendjemallësi ndaj adhurimit të Allahut dhe nuk adhuron atë, se ka përmbushur qëllimin për cilin e ka krijuar Allahu i lartësuar. Po kështu nëse njeriu adhuron dikë tjetër përveç Allahut, ai ka vënë shok Allahut. Nëse njeriu adhuron dikë tjetër bashkë me Allahun ose adhuron dikë tjetër përveç Allahut, i ka vënë shok Allahut të lartësuar. Edhe nuk e ka përmbushur qëllimin për cilin ne ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala. I vetmi që meriton adhurimin është Allahu. Askush dhe asgjë tjetër përveç tij nuk e meriton adhurimin, sepse Allahu është krijuesi i gjithësisë. Ai na ka krijuar neve, ai ka krijuar baballarët tonë. Vetëm ai ka pushtet për të vepruar në gjithësi, vetëm ai sjell të mirat, vetëm ai largon të këqijat. Kështu që vetëm ai është i deri për adhurim. Nuk e meriton adhurimin askush dhe asgjë tjetër përveç tij. Ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an: "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O njerëz, adhurojeni Zotin tuaj i cili ju krijoi juve dhe ata që ishin para jush, në mënyrë që ju t'i ruheni dënimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Të gjithë profetët janë dërguar me misionin, me thirrjen që njerëzit të adhurojnë Allahun të vetëm dhe të largohen nga shirku, të largohen nga adhurimi i idhujve. Sepse Allahu në Kur'an: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut." Ne kemi dërguar në çdo popull të dërguar të thotë atyre: adhurojeni Allahun të vetëm dhe largohuni nga adhurimi i idhujve. Largohuni nga adhurimi të tjerëve përveç Allahut të lartësuar. Allahu na ka krijuar, ai na i ka bërë gjitha mirësitë, kurse ai që adhuron dikë tjetër përveç Allahut, që i falet dikujt tjetër përveç Allahut, që i përulet dikujt tjetër përveç Allahut, që shpreson pyetje nga dikujt tjetër përveç Allahut, që e lidh zemrën me dikujt tjetër përveç Allahut, që ka frikë se mos e sjell ndonjë dëm apo ndonjë të keqe, një idhull apo një i vdekur apo një tyrbe. Ky pra në vend që falënderoj Allahun për mirësitë, ky adhuron të tjerë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky i vën shok Allahut subhanahu wa ta'ala.
Të gjithë profetët, sikur se e përmenda, janë dërguar me thirrjen që ta adhurojmë Allahun të vetëm pa i dhënë shok atij. Këtë urdhër që ta besojmë Allahun të vetëm dhe ta adhurojmë atë të vetëm, e ka dhënë Allahu Rasul të gjithë librat hyjnor. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ata qenë urdhëruar vetëm që ta adhurojnë Allahun duke bërë adhurimin të pastër për të sinqert vetëm për Allahun e lartësuar. Allahu i lartësuar ka përmendur në Kur'an se profetët u kanë thënë popujve të tyre: Ja qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. O popull im, adhuroni Allahun, ju nuk keni të adhuruar tjetër përveç tij. Kjo është thirrje që i dërguari i parë që ka dërguar Allahu Rasul tek njerëzit e ka dhënë popullit të tij, pra Nuhu alayhi salatu wassalam. Këtë thirrje ka bërë dhe Hudi, ka bërë dhe Salihu dhe profetët tjerë të Allahut subhanahu wa taala, siç ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an. Jeta jo do t'jetë për Allahun. Gjithçka që veprojmë gjatë jetës i përket Allahut, duhet që t'ja drejtojmë Allahut të lartësuar. Dhe ne gjithashtu vdesim në besimin e pastër. Dhe ne ja kushtojmë jetën Allahut subhanahu wa taala dhe sakrifikojmë për hir të Allahut të lartësuar. Namazin e fali vetëm për Allahun, kurbanin e presim vetëm për Allahun e lartësuar. Allahu lartësuar në Kur'an: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj vërtet namazim, kurbanim, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun Zotin e botrave. Ato që ja bëjmë që ne i kryejmë, adhurimet që i kryejmë gjatë jetës janë për Allahun. Dhe besimin në cilin ne vdesim dhe ibadetet në cilat ne do t'jemi ne i kryejmë dhe në momentet e fundit i përkasin vetëm Allahut subhanahu wa taala. Ne i lutemi vetëm Allahut, ne i kërkojmë ndihmë vetëm Allahut, ne i kërkojmë shpëtim në situata të rënda dhe të vështira vetëm Allahut të lartësuar. Ne i lutemi për shërim dhe për qetësim të shpirtit vetëm Allahut, i lutemi për fat, për rizq, për të mira vetëm Allahut, i lutemi për arritjen e të mirave dhe për shmangjen e të këqijave vetëm Allahut subhanahu wa taala. Allahu thotë në Kur'an: Ud'uni astajib lakum. Lutuni të përgjigjem. Ndërsa ata që lutin të tjerë përveç Allahut të lartësuar janë në rrugë të gabuar, siç ka thënë Allahu: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Kush është në rrugë më të gabuar se ai që lut dikë tjetër përveç Allahut, që nuk mund t'i përgjigjet deri në ditën e Kiametit. Dhe që janë krejt të shkujdesur ndaj lutjes që u bëhet atyre. E drejta më e madhe, më e rëndësishme është që të adhurojmë Allahun vetëm pa i vënë shok atij. Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu ka treguar se një herë ka qenë hipur në kafsh pas profetit tonë sallallahu alaihi wasallam dhe profeti i tha: Ja Muadh, tadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad? O Muadh, a e di ti se cila është e drejta e Allahut të lartësuar kundrejt robëve të tij? Pra cila është detyra që njerëzit kanë ndaj Allahut, cila është detyra më e rëndësishme që ne kemi ndaj krijuesit të gjithësisë? Muadh tha: Allahu i dërguar i tij e din. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: Haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. E drejta e Allahut të lartësuar ndaj robëve të tij është që ta adhurojnë atë të vetëm pa i vënë shok atij asgjë. La detyra më e rëndësishme që ne kemi ndaj Allahut është ta adhurojmë të vetëm pa i vënë shok atij. وهل تدري ما حق العباد على الله؟ Pastaj profeti i bëri pyetjen tjetër Muadhit radhiyallahu anhu: O Muadh, a e di ti se cila është e drejta e robëve ndaj Allahut të lartësuar? Pra, se cila është detyra që Allahu ja ka dhënë vetes së tij kundrejt robëve të tij? Sa Muadhi: Allahu i lartësuar dhe i dërguari i tij e di. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam:
حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. E drejta e robëve ndaj Allahut të lartësuar është që të mos I dënoj ata që nuk I bën shok asgjë Allahut të lartësuar. Kush e adhuron Allahun të vetëm, pa I bën shok atij asgjë, pra Allahu nuk e dënon, sepse kjo është diçka që Allahu i lartësuar me mirësinë e tij, me mëshirën e tij, ja ka dhënë detyrë vetes, sikur se kuptohet në hadithin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë besuam se e drejta më e rëndësishme është e drejta e Allahut, që është ta beson vetëm, ta adhurojmë atë vetëm pa I dhënë shok. Nga ana tjetër, padrejtësia më e madhe që robi I bën vetes, shkelja më e madhe është shirku, kur njeriu adhuron dikë tjetër përveç Allahut, kur njeriu I vë shok Allahut të lartësuar në adhurim, për shembull I lutet një të vdekurit, për shërim, për vjetë e jetese, për fat, për fëmijë, I lutet një idhulli, ose pret kur bën për dikë tjetër përveç Allahut, për një tyrbe, për një të vdekur, për xhidët, në rastin e hapjes së themeleve të shtëpisë, ka njerëz që e kanë bërë zakon, e kanë bërë tradit që të presin një dash për xhidët dhe tokën e dashit e hedhin tek themelet e shtëpisë, edhe pretendojnë se këtu do kenë fat, edhe se nuk do t'i dëmtojnë xhidët sipas besimit të tyre të kotë. Kjo është shirk, sepse kurbani pritet vetëm për Allahun, nuk pritet për dikë tjetër përveç Allahut të lartësuar. Ka njerëz që kanë frikë nga tyrbe, nga vende që I quajnë të mira, kanë frikë sepse besojnë se njerëzit e vdekur, pra njerëzit e mirë dhe të vdekur sipas tyre veprojnë në gjithësi. Ka njerëz që shpresojnë të mirë për të vdekurit, besoj se të vdekurit ose shpirtrat e tyre të mëdhej lëvizin, veprojnë në gjithësi, sjellën të mira, largojnë të këqija. Kjo është forma shirku, sepse ai që vepron në gjithësi është vetëm Allahu, ai që ka pushtet për të vepruar në gjithësi është vetëm Allahu, ai që na jep të mirat është vetëm Allahu, ai që na largon të këqijat është vetëm Allahu, kështu që ne I lutem vetëm Allahut, ne I kërkojmë shërim vetëm Allahut, ne I lutem për ndihmë dhe për shpëtim dhe për mbrojtje vetëm Allahut, ne I kërkojmë mbrojtje jetese vetëm Allahut të lartësuar. Kështu që kush I lutet diku tjetër përveç Allahut, kush adhuron dikë tjetër përveç Allahut, ka bërë padrejtinë më të madhe, shkeljen më të madhe. Kjo është pifja më e madhe, ka thënë Allahu në Kur'an, "Wa yushriku faqad iftara ithman 'azima." Kush I vë shok Allahut të lartësuar, ai ka sajuar një gjuna të madh. Po ashtu Allahu I lartësuar ka konsideruar shirkun si një devijim I madh. Ka thënë "Wa yushriku faqad dalla dalalan ba'ida." Kush I vë shok Allahut të lartësuar, ai ka shkuar në një humbje të largët, ka devijuar nga rruga e drejtë. Nuk është natyrën e pastër, nuk është besimin e pastër, ai që beson Zota tjetër përveç Allahut, që adhuron të tjerë përveç Allahut të lartësuar. Po kështu, kush beson se dikush tjetër përveç Allahut ka të drejtë të bëjë ligjet kundërshtim me ligjet e Zotit që I ka shpallur në Kur'an, apo që ai ka përcjellë nga Allahu i lartësuar Profetit sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij, dhe ai vë shok Allahut të lartësuar, halal e lejueshme është vetë ajo që Allahu i lartësuar e ka bërë të lejueshme, dhe haram është ajo që Allahu i lartësuar ka bërë të ndaluar. Nëse njeriu beson se të lejueshme diçka që Allahu i lartësuar e ka bërë të ndaluar, ose beson të ndaluar diçka që Allahu i lartësuar e ka bërë të ndaluar, ose beson të ndaluar, nëse njeriu beson si të lejueshme diçka që Allahu e ka bërë të ndaluar, ose beson të ndaluar diçka që Allahu i lartësuar ka bërë të lejueshme, ai I vë shok Allahut të lartësuar. Dhe nëse beson se dikush tjetër përveç Allahut ka të drejtë që të bëjë të lejueshme diçka që Allahu e ka ndaluar, ose të ndalojë diçka që e ka bërë të lejueshme Allahu i lartësuar, këtë tjetri pra e ka bërë shok, Allahu të lartësuar, e ka bërë Zot. Padyshim që ky është Zoti I rreth, Allahu i lartësuar na ruaj. Prandaj duhet që njeriu të ruhet nga shirku, sepse shirku është padrejtia më e madhe. Shirku është mëkati më I madh. Profeti sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe ku ka përmendur gjunahet më të mëdha, ka përmendur që gjunahu më I madh është shirku. Atë tregoj se kush janë gjunahet më të mëdha, dhe ka përmendur në fillim shirkun, el-ishraku billah. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur është pyetur se cili është gjunahi më I madh, ka thënë "Taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak."
ti vesh shok, ti vesh rival Allahut të lartësuar, kur ai të ka krijuar ty. Shirku është gjunahu që nuk e fal Allahu të lartësuar. Të gjitha gjunahet në shirkut Allahu mund t'i fal. Qoftë gjunahet më dha. Ndërsa shirku nuk e fal Allahu të lartësuar. Prandaj duhet që njeriu të ruhet nga shirku, sepse është mëkati që duke fal Allahu të lartësuar, Allahu në Kur'an, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu në lartësuar nuk fal që atij t'i vihet shok. Ndërsa gjunahet përveç shirkut ja fal kujt të doj. Pra gjunahu që nuk e fal Allahu të lartësuar shirku, kush vdes në shirk, ato nuk e fal Allahu të lartësuar. Prandaj ai do vuaj përgjithmonë dënimin e Allahut subhanahu wa taala, Allahu na ruaj. Shirku i azhëson të gjitha veprat e mira. Çfarë do lloj vepre të ketë bërë njeriu? Në qoftë se i vën shok Allahut, atij i azhësohen veprat. Nëse vdes në shirk, veprat e tij nuk i quhen tek Zoti. Nuk i bëj dobi tek Allahu i lartësuar. Nuk ka përshpëtuar nga zjarri i xhenemit dhe nuk do ta fitojë xhenetin. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Nëse ata do t'i vinin shok Allahut të lartësuar, do të azhësoheshin të gjitha veprat që ata kishin bërë. Allahu i lartësuar veprat e atyre që i vën shok atij, i ka përmendur që do të azhësohen dhe do të bëhen si pluhuri që përhapet në hapësirë. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Pra, nuk u vlejnë veprat tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj duhet ta ketë parasysh muslimanët se çështja që duhet i ruhet më shumë është shirku. Mëkati që duhet i ruhet më shumë është shirku. Pasi shirku i azhëson gjitha veprat. Edhe agjërimi nuk i quhet robët në qoftë se i vën shok Allahut të lartësuar. Prandaj duhet i sqarojmë agjëruesit që agjërimi ta kryej vetëm për Allahun, të gjitha adhurimet i kryej vetëm për Allahun të lartësuar, ti falë vetëm Zotit, ti lutet vetëm Allahut. Sepse në qoftë se dikush agjëron, por lut dikë tjetër përveç Allahut, atij nuk i quhet agjërimi tek Allahu, nuk i pranohet dhe nuk i vlen tek Allahu i lartësuar. Njeriu mundohet ta agjëron. Por qoftë se ka vënë shok Zotit, nuk i quhet agjërimi. Ka njerëz që besojnë tek tyrbet, besojnë tek peqet, shkojnë tek kisha e laçet, shkojnë tek mali tomorit dhe shpresojnë se atje do gjejnë dermon, se atje do të qetësohet shpirti, kërkojnë nga të vdekurit vjetë e jetese, fat, varësi, kërkojnë fëmijë ose kërkojnë shërim nga smundjet. Ka njerëz i vën shok Allahut, sepse ne duhet i drejtohemi me lutje vetëm Zotit, dhe askujt e asgjë tjetër përveç tij. Kështu që nëse dikush agjëron, por beson tek tyrbet apo tek vendet që njerëzit i quajnë të mira, ai nuk është musliman. Ai nuk e ka realizuar fjalën la ilaha illallah, që do të thotë s'ka zot tjetër përveç Allahut, askush dhe asgjë nuk e meriton adhurimin përveç Allahut të lartësuar. Ky është themeli i fesë. Ky është thelbi i Kur'anit. Thelbi i Kur'anit është adhurimi Allahut, ti vetëm pa i vënë shok atij. Kështu që kush i vën shok Allahut, atij nuk i quhet agjërimi, nuk i quhet namazi tek Allahu, nuk i vlen gjë tek Allahu, nuk do të jetë sebeb që shpëtoj nga zjarri i xhenemit dhe bëhet banor i xhenetit. Ndaj është çështje shumë e rëndësishme që të sqarohet njerëzit se që të pranohet veprat tek Allahu i lartësuar, duhet që ata të ruhen nga shirku. E sqarova edhe pak më përpara që kush bie në shirk, kush e kryen të mëkat madh, ai nuk quhet musliman, nuk quhet besimtar musliman. Nuk është në radhët e muslimanëve. Shirku bën që njeriu përfundojë në zjarrin e xhenemit. Kush vdes duke i vënë shok Allahut, ka për qëllim gjithmonë zjarrin e xhenemit dhe s'ka për të xhenet. Allahu thotë në Kur'an: "Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar." Kush i vën shok Allahut, Allahu do ta privojë ato me hyrje në xhenet. Përfundimi i tij do të jetë zjarri i xhenemit. Po ashtu Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an:
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Vërtet ata që mohuan, vërtet kafirat, si dhujtarët dhe istarët e librit, do t'jenë në zjarrin e xhehenemit ku do të vuajnë dënime për gjithmonë. Këta janë krijesat më të këqija. Kështu që kush vdes në shirk, ai do të hyjë zjarrin e xhehenemit dhe atje do të qëndrojë për gjithmonë. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Men mata wa huwa yushriku billahi shay'an dakhala an-nar." Kush vdes duke i vënë shok Allahut, kush vdes në shirk, ai hyn zjarrin e xhehenemit. Po ashtu ka thënë hadithin: "Men mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Kush vdes duke lutur dikë tjetër bashkë me Allahun, duke lutur një rival krahas Allahut të lartësuar, ai hyn në zjarrin e xhehenemit. Nga kjo që sqaruam, ne mësojmë se besimi i pastër në Zot, duke adhuruar Allahun vetëm pa i vënë shok atij, është sebebi për shpëtuar nga zjarri i xhehenemit dhe për ta fituar xhenetin. Madje për të arritur fëmijët e kësaj bote dhe për shpëtuar nga dënimi në ahiret. Të mirat që sjell besimi i pastër në një Zot, i pastër nga shirku, nga adhurimi i Allahut vetëm pa i vënë shok atij, janë të shumta. Allahu a fal gjunahet atyre që adhurojnë atë të vetëm pa i vënë shok atij. Siç ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith. E dyta, ata të cilët realizojnë besimin e pastër në një Zot, tauhidin, besojnë Allahun vetëm, janë të pastër nga shirku, adhurojnë Allahun vetëm pa i vënë shok atij, këta njerëz do kenë jetë sigurt, që ka përmendur Allahu në Kur'an, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dhe Allahu lartësuar përmirëson jetesën atyre. Ata do të kenë qetësi në shpirt, do të kenë siguri në shpirt. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa taala këta njerëz që besojnë atë vetëm, që adhurojnë atë vetëm, dhe nuk i vënë shok, do t'i shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit dhe do t'i bëjë banorë të xhenetit, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Men mata wa huwa la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah." Kush vdes pa i vënë shok Allahut të lartësuar asgjë, ai ka për të hyrë xhenet, ai do të bëhet banor i xhenetit. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, thotë: "فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله." Allahu ja ka bërë të ndaluar hyrjen në zjarrin e xhehenemit atij njeriu që thotë la ilaha illa Allah, pra s'ka zot tjetër përveç Allahut, askush dhe asgjë nuk e meriton të adhurohet përveç Allahut të lartësuar. E thotë të fjalë për hir të Zotit, duke adhuruar Allahut të vetëm me pastërti, pa i vënë shok atij asgjë, duke synuar vetëm shpëtimin e Allahut të lartësuar. Ti njeriu, Allahu i lartësuar ja bën të ndaluar hyrjen në zjarrin e xhehenemit. Që ky njeri ka për të qenë banor i xhenetit. Nëse Allahu i lartësuar që ta i falë gjunahet, ta i jap mirësitë e agjerimit, ta shpëtoj nga zjarri i xhehenemit, dhe ta bëj banor të xhenetit. Walhamdulillahi rabbil alamin.